Në një nga zonat më të populluara të Tiranës, afër stadiumit Selman Stërmasi, ngjitur me shkollën Emin Duraku, po ngrihet një kullë e re për të zënë një pjesë të hapësirës që është ngjitur me shkollën dhe për të vështirësuar jetën e banorëve të lagjes. Askush nuk di të japi përgjigje pyetjes. Pse duhet dhënë kjo leje ndërtimi pikërisht këtu në këtë lagje të Tiranës kaq të populluar? Kush fiton? Kush ka paguar rushfet? Pse duhet që banorët e kësaj lagjeve për vite të tëra të marrin pluhur, ndërkohë që fëmijët e shkollës, në të sapo rikonstruktuar në shkollë, të vuajnë pasojat e ndërtimi ngjitur me shkollën e tyre? Përgjigjja në fakt është e thjeshtë dhe është dramatike. Ata që na qeverisin janë funde krye të korruptuar, funde krye shërbëtor të oligarkëve dhe të kriminalëve që pastrojnë parat në sektorin e ndërtimit në qytetin e Tiranës. Lëvizja Bashk zotohet që me të përfaqësuar në Parlamentin e Shqipërisë të ngrej zërin edhe institucionalisht dhe ndërmarrë të gjithë mekanizmat e dhura ligjore që kësaj poshtërsie urbanistike, këtij krimi urbanistik, t'i vi fundi një orë më parë.